Pas më shumë se një viti ngërçi politik, të mërkurën, Kuvendi i Kosovës u konstitua dhe miratoi qeverinë e re, duke i dhënë mandatin Albin Kurtit për të udhëhequr vendin për 4 vitet e ardhshme. Deputetët dhanë betimin e tyre dhe në të njëjtën seancë u zgjodhën kryetarja dhe nënkryetarët e Kuvendit. Albulena Haxhiu u zgjodh kryetare me 66 vota pro, 44 kundër dhe 8 abstenime. Nënkryetarët e Kuvendit u zgjodhën me blok me 104 vota pro. Ardian Gola, Lëvizja Vetvendosje, Vlora Çitaku, Partia Demokratike e Kosovës, Kujtim Shala, Lëvizja Demokratike e Kosovës, Slavko Simić, Lista Serbe dhe Emilia Rexhepi, komunitetet jo shumit. Presidentja Vjosa Osmani mandatoi Albin Kurtin për formimin e qeverisë së re. Ju falemnderit të nderuara kryetare e Kuvendit Republikës zonja Albulena Haxhiu, të nderuar deputet dhe ju të pranishëm të tjerë sonte, më lejoni që t'ju falenderoj për mbështetjen e dhënë që është përgjegjësi e obligim për ne dhe me këtë rast të lexoj tekstin e betimit. Betohem se do ta kryej me përkushtim dhe nder detyrën e anëtarit të qeverisë, do të respektoj kushtetutën, ligjet dhe rendin juridik dhe do të angazhohem për përparimin e përgjithshëm të Republikës Kosovës. Kryeministri gjithashtu e konsideroi kërkesën e prokurorisë për dënimin 45 vjeçar për secilin të akuzuar nga UÇK-ja si një interpretim të shtrembëruar të historisë dhe politikës së luftës çlirimtare, duke theksuar se krimet ndaj popullsisë civile shqiptare janë kryer nga regjimi i Miloševićit. Në ekspozën e tij për mandatin e ardhshëm, Kurti foli për arritjet ekonomike të qeverisë më parshme, duke theksuar rritjen më të madhe ekonomike në rajon dhe projektimin e bruto produktit vendor në 12 miliard euro këtë vit. Për herë të parë, sipas tij, bruto produkti vendor për kokë banori do të tejkaloj 10.000 euro. Ai përmendi gjithashtu uljen e inflacionit dhe përpjekjet për shpërndarjen e drejtë të rritjes ekonomike në popullsi, duke përfshirë rritjen e pagës minimale, pensionet, si dhe shtesat për fëmijë dhe nënat e reja. Një nga premtimet më të rëndësishme të Kurtit është investimi prej 1 miliard euro në mbrojtje, përfshirë rekrutimin e ushtarëve të rinj, funksionalizimin e fabrikës së municionit dhe zhvillimin e industrisë ushtarake, përfshirë prodhimin e dronëve Made in Kosova. Ai garantoi gjithashtu përkushtimin ndaj dialogut me Serbinë, duke mbështetur procesin e Berlinit për normalizim të marrëdhënieve. Para votimit të qeverisë, përfaqësues të partive politike dhanë fjalimet e tyre. Kryetari i PDK-s, Bedri Hamza, theksoi se partia e tij do të jetë gardiane e kushtetutës, drejtësisë në Hag dhe interesit shtetëror. Kryetari i Lëvizjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, u shpreh për gatishmërinë për bashkëpunim në baza shtetërore dhe respekt për opozitën. Ndërsa deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, kritikoi qeverinë si një akomodim partijak, duke konsideruar kabinetin e ri si të madh, por me fokus në agjendën e partisë në pushtet. Në fund të seancës, qeveria Kurti 3 u votua me 66 vota pro, 49 kundër dhe asnjë abstenim. Kabineti i ri do të ketë 19 ministri dhe nis menjëherë punën për 4 vitet e ardhshme.